Është e vërtetë që është krijuar komisioni për reformën territoriale administrative. Lajmi i mirë është që deri tani kemi një bashkëpunim bipartizan, edhe shpresoj që edhe produkti final të jetë një produkt i përbashkët, pra të ketë dakordsinë e dyja forcave politike, sepse kjo ta bënte reformën natyrisht më të qëndrueshme. Nëse i referoheni varianteve që besoj kanë rrjedhur në media nga diskutimet e dieshme të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku janë prezantuar disa mendime, propozime, variante nga antarët e Partisë Socialiste në këtë komision, unë nuk mund të nxitoj të them një vlerësim. Natyrisht ka avantazhe dhe disavantazhe për secilin prej varianteve deri tanishme që kemi dëgjuar dihet, varianteve që mund të furnizohen në komision nga antarët e tjerë të komisionit që nuk janë antarë të grupit Partisë Socialiste. E rëndësishme është që produkti final natyrisht duhet të orientohet nga nevoja për të rritur eficiencën e bashkive tona. Ka mënyra ndryshme se si kjo arrihet përmes harmonizimit të zonave rurale me zonat urbane. Një gjë e mirë e reformës vitit 2015 është që ne për herë të parë patëm bashki që janë edhe rurale edhe urbane. Kemi për shembull në qarkun e Korçës, për të kthyer te pyetja juaj, ne kemi fushën e dytë më të madhe bujqësore në Shqipëri. Siç ka qenë formula para 2015-s, me bashki urbane dhe komuna rurale, nuk mund të shfrytëzonim këtë potencial, bëm një hop shumë të madh me bashkitë e ndërthurura urbane rurale dhe kjo duhet patur parasysh, mendoj unë, për gjithë vendin, veçanërisht për qarkun tonë sa i përket zonës bujqësisë, që formula të jetë një formulë që të çliron sa më shumë potenciale dhe mundësi. Unë mendoj një fjali vetëm. Unë mendoj që qarqet tona, bashkitë tona periferike, pra jo të metropolit, sot janë në një moment shumë të rëndësishëm reflektimi, për shkak të tendencës së lëvizjeve migratore që nuk mund t'i fshejmë brenda vendit e kam fjalën. Gjithmonë ka një tërheqje drejt metropolit, do të jetë gjithmonë, nuk është vetëm në Shqipëri, është fenomen ndërkombëtar dhe i takon bashkive dhe pra pushtetit vendor të gjejë formulën se si të zhvilloj potencialet e veta të zhvillimit në mënyrë që të mbaj të gjitha potencialet e veta ekonomike në mënyrë që të mbaj popullsinë të lidhur me territorin. A ekziston rreziku që reforma territoriale e re të ngjajë reformës territoriale të vitit 2014 dhe të kemi një reformë territoriale që orientohet drejt grumbullimit të votave dhe drejt një riorganizimit të pushtetit që i jep avantazh partisë në pushtet, se besoj që në votat tuaja do ta miratoni, apo një reformë territoriale që do të synojë decentralizimin, shërbime për çdo qytetar dhe një eficiencë financiare? Absolutisht që nuk duhet të jetë në tavolinë ky faktori politik. Unë nuk jam dakord që ky faktor ka qenë edhe në reformën e vitit 2014-2015, madje jam dëshmitari i asaj kohe, nuk ka patur një faktor të tillë dhe një formulë politike që ka orientuar reformën, përveç se eficiencën. Besoj që ishte një hap shumë i mirë përpara, një hop cilësor drejt arkitekturës së re të bashkive tona, por siç e thash, ka gjithmonë dinamik, ndaj dhe ka ardhur koha për një reformë të re. Uroj shumë, edhe do të luaj edhe rolin tim që më takon si kryetari i kuvendit për të mundësuar një klim sa më pozitiviste, ndonse jo gjithmonë është e lehtë, është një nga sfidat më të mëdha, do të thoja të atij pozicioni, që të kemi një formulë bipartizane. Kjo do të shuante edhe pastaj paragjykimet për një reformë të frymëzuar politikisht. Zoti Veleshi ka përçarje në PS. Ditën e dieshme Spiro Pali. Nëse e thua ti. Okej, atëherë. A ka përçarje në PS? Kujt referohen? Nëse referoheni thashë themeve, unë nuk mund të komentoj thashë theme pa substancë politike. Nuk di ç'do të thotë përçarje, natyrisht ka diskutime, orë të gjata diskutimi kemi patur dje dhe kjo besoj është e shëndetshme. Pra nuk ka përçarje. Natyrisht që s'mund të quhet përçarje diskutimi. Ne nuk kemi një formacion ushtarak pa mendime edhe pa frym diskutimi dhe pa demokraci të brendshme, por mendoj që ju i referojnë disa thashë themeve, të cilat s'kan lidhje fare me
substancën politike Nuk është e vërtet të zhvillimeve të brendshme të një partie politike. Nuk është e vërtet mediatizimi i dieshëm kur kryeministri Rama i ka thënë Spiro Palit, ish ministres së jashtme, se duhet pushoj, nga ana tjetër i ka thënë Gjiknurit se duhet që të bëj kujdes me telefonin, mos përgjoj, e nga ana tjetër edhe ish ministri të brendshëm Ervin Hoxhës për të mos u ulur në për kafen e komisariatesh? Ja, këto për shembull nuk kanë fare lidhje me pyetjen tuaj siç e kuptova unë. Këto janë thashë theme pas një kontekst politik. Edhe një pyetje tjetër. Urdhroni. Sa i përket bashkimeve minoritare. Po. Ato ka një status të veçantë dhe një kërkesë nga Bashkimi Evropian që të mos preje. Çfarë do të ndodhi me ato? Për shembull, kemi rastin e Pustecës, kemi një primarës që janë zona minoritare. Do të shkrihen. Se minjerë, se i marra s'është, po Do të shkrihen me të tjera? Nuk kemi ende të një version përfundimtar, kështu që s'mund ta them unë, edhe s'mund ta them tani, edhe nuk e di, por mund të konfirmoj që identiteti kulturor, etnokulturor, gjuhësor është një nga elementet e rëndësishëm që po merret, duhet të merret dhe po merret në konsiderat nga Komisioni i Reformës. Padyshim është një nga faktorët që duhet mbajtur parasysh. Për ne, ai mozaik etnokulturor dhe gjuhësor është një vlerë. Në rajonin tonë për shembull ne kemi minoritetin Maqedonas, i cili absolutisht është një vlerë për rajonin tonë që duhet ruajtur. Faleminderit. Faleminderit.